pas njerëzshme ardhur nga kuvendi apo dhe nga institucionet e drejtësisë, flasin për çështjen Balluku. Më është bashkuar në studio avokati Ndue Pjetra, përshëndetje Kënaqësi avokat. Përshëndetje mirë sot gjetëm. Po e nis të pari me çështjen Balluku me një koment për të marrë në raport edhe me mbledhjen. Pra një tjetër mbledhje e shtyrë edhe nga ana e parlamentit, edhe pse në fakt pritej një konfirmim apo një rrëzim i kushtetueses në këtë çast, edhe ajo kërkoi kohë. I drejt kështu ky vendim? Nuk është problemi i drejt dhe si është, por problemi është që parlamenti dhe gjykata po ja hedhin topin njëra tjetrës. Dhe në këto kushte kur parlamenti nuk po shprehet, gjykata kushtetuese nuk mund ndaloj, pra, nuk mund të arrestoj, nuk mund të dënoj njeri. Pra, ndryshimin mes tyre. Pra, gjykata kushtetuese nuk shprehet për çështjen në fjalë. Ajo shprehet vetëm për veprimet nëse janë ato të drejta apo nuk janë kompetencë e tyre. Por, çfarë pengon parlamentin nëse ai don që t'ja heq apo jo mandatin? Kjo është pyetja. Dhe edhe sikur t'ja heqin mandatin, edhe sikur prokuria të kërkojnë arrest me burg, është gjykata ajo që vendos masën e arrestit me burg, arrest shtëpie, detyrim paraqitje me radhë. Pra nuk ka një frikë këto. Po si mas parashikimet mia ata po kërkojnë që të negociojnë mirë me situatat, nëse parlamenti do t'ja heq imunitetin, do të marrin garanci që gjykata do të shprehet në këto forma detyrimin e paraqitjes. Po them unë, sipas një menimi tim, sepse kjo është pra çdo gjë që mund të ndodhin, ndodh vetëm në Shqipëri, nuk ndodh as i vend tjetër në botë. Dhe në këto kushte, unë mendoj që gjykata kushtetuese do shprehet shumë shpejt. Dhe janë 3 variante normalisht që mund të shprehet ajo, që mund të thonë. E para është që mund të shprehet shumë mirë, thotë nuk ka gabu Spaku as gjykatoria. Në këtë rast, që do ndodh, do kthehet me njëherë masa e shoheqjes, pra si e pezullimit nga puna dhe që është dhënë. Varianti i dytë, nëse gjykata kushtetuese do të janë shkel thotë të gjitha parimet e cenon mirë atë qeverisjen, atëherë automatikisht e ka më të lehtë parlamenti që të marrin që të i thonë jo kësaj mase të kërkuar nga Spaku për heqjen e imunitetit. Varianti i tretë është që do kemi një risk të madh politik në mbrojtjen e Ballukut, edhe opozita ka luajtur shumë mirë në arenën ndërkombëtare dhe kombëtare situatën e Ballukut. Dhe ajo, pra, qëllimi i tyre është të kapin Ballukun se e kanë më të lehtë të shkojnë në tej. Pra, në këto momente, nëse bie Balluku, automatikisht bie edhe qeveria. Pra e shihni të tillë. Është e lidhur dashje pa dashje, pa shmangshme. A mund ta marrin, është shumë e vështirë. Edhe kjo. Sepse ose të mbyllin të punë më parë, që mos kishim është një tërësni e madhe në popull për këtë çështje. Tani vim se do ta diskutojmë mbrapa për problemin e kodit penal, po mundohen me çdo forma me heq vëmendjen e mesi, po qëllimi është këtu kemi burg për të varfrit dhe sigurim pushteti për të pasurit ose për pushtetarët. Dhe kjo është diferenca në të cilën po ndodhemi sot. Pra kjo është lëvizja që ata bëjnë, thoni ju. Pra pushtetarët sigurojnë për tepër liri vetvetes. Për mua kanë shumë vështirë të vazhdojnë më shumë, më gjatë. Mendoj që maksimumi deri në fund të javës ose javën në fillim të javës tjetër, kjo situatë do marrë fund në një formë apo një tjetër. Kur thua kjo situatë, ke fjalën për një Ballukun gjithmonë. Për një vendim. Për një vendim marrje. Tash mos parashikove rrëzimin e qeverisë. Nuk ka shumë e rëndësishme rrëzimi i qeverisë, sa është e rëndësishme qoftë për kombëtar dhe ndërkombëtar, pra heqja e Ballukut. Dakor, sa ju thoni ka një lloj presioni, po ose